kalojmë në Shqipëri. Emri e Belinda Ballukut u regjistrua si person në hetim nga SPAK-u. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar reagoi në lidhje me lajmin se emri i Belinda Ballukut është regjistruar si person në hetim. SPAK tha se Prokuroria e Posaçme nuk ka asgjë për të ndarë me median. Prokuroria e Posaçme regjistroi emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku si person në hetim në shkeljen e pabarazisë në tendera. Numri 2 i qeverisë Rama sipas burimeve është thirrur paraqitet në SPAK të hënën mbi bazën e një shkresi që mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prençi. Ndërkohë Rama ka deklaruar për Deutsche Welle se nuk ka asnjë koment për asnjë rast, ne kemi punën tonë, drejtësia punën e vet dhe deri kur çështjet caktuar të marrin formën dhe prerë të gjithë njerëzit janë pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politike e mediave që shërbejnë politikës. Një ditë më parë gazetare Klodiania Lala raportoi se SPAK ka regjistruar emrin e Belinda Ballukut si person në hetim. Numri 2 i qeverisë Rama sipas burimeve është thirrur të paraqitet në SPAK të hënën. Burimet besuar bën me dije se fletëthirrja është dorëzuar zonjës Balluku në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në fletëthirrje, zonjës Balluku i bëhet me dije se në momentin e paraqitjes në prokurorinë e posaçme duhet të jetë e shoqëruar nga një avokat, çka në raste të tilla lajmëron se mund t'i komunikohet akuzë penale. Kjo nënkupton ndërkohë që me gjas SPAK do të ushtrojë ndjekje penale ndaj numrit 2 të majorancës, pa mas siguria në këtë mënyrë prokurorët e posaçës shmangin dhe kërkesën për autorizim në kuvendin e Shqipërisë. Nuk dihet nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet fletëthirrjes së SPAK-ut në këtë pozitë të re përballë drejtësisë, do të vijojë apo jo të qëndrojë në poste qeveritare apo do zgjedh të largohet me dorëheqje dhe zhvillojë betejën e saj pamburojnë e Partisë Socialiste, por vështirë.